Janë artistët e vegjël Gjirokastrit në koncertin e fundvitit. Një mbrëmje magjike dhuruan fëmijët e Qendrës Kulturore Gjiroklasika ditën e djeshme me performancat e tyre. Si çdo fundviti, ata vinë me një organizim të veçantë, duke i dhënë më tepër atmosferë qytetit në këtë periudhë festash. Ata sollën magjinë e tingujve dal nga shpirti dhe duart e tyre me interpretime në kitar, piano, violinë e klarinet, përgatitur në ndrejtimin e mësuesve Mimoza Çabeli, Anastas Lako, Nimeral Dillano e Juliano Zholi. Një falënderim i përzemërt shkon për ju prindër të dashur, për mbështetjen e palodhur, për pritjen aty te salloni i kuq, që u ka dhënë forcë këtyre fëmijëve çdo bravo që ju dhe ne ju kemi thënë. Gjithashtu falenderoj nga zemra kolegët e mi, Zyshardën, profesor Ardin, Tasin dhe Julin, që çdo ditë japin jo vetëm mësim, por edhe shpirt, durim dhe frymëzim. Dhe në fund yjet e kësaj mbrëmjeje fëmijët tanë. Ju falenderoj që na kujtoni gjithmonë sa i bukur është arti kur bëhet me pastërti dhe dashuri. Uroj që ky koncert t'ju mbush me dritë, qetësi dhe me shpresën e një viti të ri plot gëzim. Gëzuar Krishtlindjet dhe vitin e ri. Qendra Kulturore Gjiroklasika është mjaft aktive në zhvillimin e jetës artistike të qytetit të Gurë. Çdo vit prej saj organizohen disa aktivitete, të cilat sjellin në Gjirokastër edhe artistë vegjël e profesionistë nga Shqipëria dhe bota.